Po bënim një unboxing të aspiratorit të Mamkozit, i cili duket që është super i mirë. Në fakt vjen shumë i butë, kompakt, ka çdo pjesë të rregullt, nëse Luna do më lejoj që t'ja u tregoj. Ja tek është. Tani që janë përhapur shumë viroza dhe bebet bllokohen shumë shpesh nga hunda, ky produkt është realisht must have. Materiali është shumë i sigurt, shumë i butë, siç e thash, me një maj silikoni, po ta shihni, dhe zero frikë për hundën, apo jo Luna? Besoj se do të pëlqej shumë, se nuk do kesh frikë fare. Po. Këtë do ta fusim te hunda, se jemi pak pa qef. Ka dhe këto pjesë të tjera. Një nga produktet që thua, ok, këtë duhet ta kisha marrë më herët, sepse është perfekt dhe shumë praktik për çdo mamë, sidomos tani në këtë periudhë virozash. Po bënim një unboxing të aspiratorit të Mamkozit, i cili duket që është super i mirë. Në fakt vjen shumë i butë, kompakt, ka çdo pjesë të rregullt, nëse Luna do më lejoj që t'ja u tregoj. Ja tek është. Tani që janë përhapur shumë viroza dhe bebet bllokohen shumë shpesh nga hunda, ky produkt është realisht must have. Materiali është shumë i sigurt, shumë i butë, siç e thash, me një maj silikoni, po ta shihni, dhe zero frikë për hundën, apo jo Luna? Besoj se do të pëlqej shumë, se nuk do kesh frikë fare. Po. Këtë do ta fusim te hunda, se jemi pak pa qef. Ka dhe këto pjesë të tjera. Një nga produktet që thua, ok, këtë duhet ta kisha marrë më herët, sepse është perfekt dhe shumë praktik për çdo mamë, sidomos tani në këtë periudhë virozash. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh, faleminderit nga stafi i personazh.